do ta përfaqësojnë të zbalohet të Që ka mëlloj, ore bje fje gjahë njëtë, që ka përndëruar. Sa kush gjëja për përndëruar, bje dheka kërështë të bajnë të fje gjahë. Shka ndojnë me këtë marveshtë, jemi më në pjesë të borë të bërë. Shka ndojnë? Zoti Barë të qëtë, pasë të gjithë marrë dhe zoti Kapë. Faleminderit, zoti. Zoti Shenë. Faleminderit, zoti Ortar. Siç mendojmë në dokumentat që janë vënë në dispozicion të deputetëve të Shqipërisë, në përputhje me kushtetuesën e ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare, në vendimin numër 45, datë 21/2026 të Këshillit të Ministrave është bërë një ratifim në parim i kësaj marrëveshje. Menjëherë, përmes autorizimit numër 224/1 datë 21/2026, ashtu siç ne shpjeguam në hyrje të kësaj seance, Presidenti i Republikës si shërbimi autoritet që nënshkrua marrëveshje sipas kushtutës në emër të Shqipërisë, ka autorizuar Kryeministrin e Republikës që të ndosë me Presidentin Trump dhe ka nënshkruar edhe vendet themeluese sot në Davos në prezencë të Presidentit Trump. A mund ta dinë se Kryeministri i Republikës Shqipërisë është sot këtu dhe nuk është në Davos për të nënshkruar marrëveshjen me Presidentin Trump. Që më pas të jepte mundësi Kuvendit të Shqipërisë që të ratifikonte marrëveshjen e nënshkruar. Dhe ku bazohet procedura që i kemi në Kuvend? Tani ne e kuptojmë që shkon me zota nënshkruar, por ku bazohet procedura që po ndjeki, procedura që po ndjeki, në kushtetutë dhe në ligj. Dhe pse Kosova është sot në Davos me iniciuesin e kortit të sotu, me Taulantin, me Belindën dhe me shokët e tyre. Mungon vetëm me pisa kasë. Faleminderit, zoti kryetar. Tani, zoti kryetar, kjo vlerë edhe për qeverinë përgjithësisht. Kjo urgjenca e madhe për një çështje për cilën jemi gjitha, unë besoj se 90% e parlamentit do votojë të marrëveshjen të projektit ligj. Dhe ajo që nuk kuptohet është pse po përdoret kjo marrëveshje, kjo zgjedhje për Iran për fakt të shtesë për Shqipërinë të marrë pjesë në këtë organizatë ndërkombëtare. Po përdoret kjo për të shpëtuar drejtësisë, po përdoret kjo për të shantazhuar dhe për të ndikuar mendimin historik të gjykatës kushtetuese sot, e cila duhet të vendosë që nëse një pushtetar, zëvendës kryeministri apo çdo ministër, nëse kapet duke vjedhur, nëse dyshohet se apo abuzon me fondet e shqiptarëve, duhet të pezullohet nga detyra. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Mos vallë kjo po përdoret pikërisht për t'i shpëtuar drejtësisë. Kjo është pyetja. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryetar. Duke përfituar nga rasti që kemi kryeministrin në sallë, edhe që po dëgjojmë si asnjëherë më parë në parlament që në atë një projektish në ke pasur emrin nominal të kryeministrit për të përfaqësuar vendin, pavarësisht se kemi kushtetuar që të rregullojmë gjithë aspektin e politikës së jashtme. Por do t'ia mendimin e kryeministrit, nëse ai është krenar sot që Kosova dhe presidenti Osmani ndodhen në shkrimin e Bordit të Paqes. Dhe me këtë do t'ia pse zoti kryeministër ndodhet në Davos, pasi ka qenë ndër shqiptarët e parë botëror që ka publikuar ftesën dhe në mënyrë të hapur ka kemi me shqiptarët që kanë ftesë personale kur ishte një ftesë për vjetra shtetit. Duke na thënë që jemi edhe një vend themelues. Kështu që gjithë prisnin ishin në Davos. Madje nga përfaqësuesit tuaj politikë të sallë, konkretisht zoti Bau,
Shqipëria është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që ka marrë këtë testë. Tani nuk ka vit diskutimin që ky është një moment historik për Shqipërinë, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne na kërkojnë që të jemi antar të kësaj organizate dhe e mirëpresim integrohemi shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ka një çështje tjetër zoti kryeministër, e cila meriton një vëmendje. Arsyeja është që sot presidenti Trump tha nga Davos që me disa liderave që unë kam folur tani, ka disa që unë nuk i duroj këto. Tani pyetja ime është kjo. Na dëgjoni të votojmë këtu juve nominalisht, ta përkasoni ju nominalisht Shqipërinë. Nëse presidenti Trump thotë që unë nuk kërkoj kryeministrin të vi në mbledhjet e organizatës, si do ta bëjmë zoti kryeminist? Faleminderit. Zoti Mediu dhe zoti Berisha. Zoti kryetar ka një politikë Shqipëria padyshim që është në bazë të nadës për Bashkimin Evropian. Dhe disa vende të Bashkimit Evropian dhe jetës Evropian, për një veçantë Britania e Madhe sot ka shprehur një shqetësim për një analizë më të thellë në raport me Forumin e Paqes për faktin sepse kjo ktesë ishte adresuar te presidenti Rusisë Putin dhe duke parë që ajo çka do të shkojë Gaza mund të krijojë një precedent të tjerë. Dhe për këtë kontekst, a ka një analizë nga qeveria apo jo që ka një institucionale më Shqipëria se të këtë se ka, pikërisht një element që mundshëm të cilët do të mënyrat një tjetër mund të efektojnë interesat jo vetëm shqiptarëve në Shqipëri, por interesat shqiptarëve në ajo. Edhe këtë sepse mund të jemi ndarë por një paqe, por pesha dhe relevanca jote pastaj është krejt relative në raport me vendimtarjen. Duke qenë dakord 100% që ne jemi por një paqe. Mendoj që do ishte vetëm një analizë për efektet që mund të ketë ky bord paqe do të thonë çështja akoma pendi në të veçantë flas për raportet që ka Kosova. Jo, mi që të së përsëri dhe që të gjere që mos shqetësoni sepse të është një shumë qësuar që të nuk kam atjesë dhe se pristin që të nuk shikojnë atje. Në fakt në duhet bërë një zjerje me pjesë të përgjigje sharë shtesës të babaj apo të një prisja vajzën të në Shqipëri. Edhe zgjë babaj. Dhe natyrisht që vajzën e zgjohën me lejen e babait. E dyta, duke qenë se zoti Mediu është ura që lidh Amerikën në rrugën e shpresës, unë prisja nga zoti Mediu në fakt që të rritë poshtë për lënimin e Britanisë se të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim në asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që zoti Mediu rini i qetë, analizat i kanë bërë ata që në naftuar dhe ne nuk na akoma koha të analizojmë ata që naftojnë. Jo ti ka analizuar E para, në qoftë se ke vesh të gjosta që jam absolutisht dakord që Shqipëria Parlamentit ka me të bashkuar të jetë pjesë e votave. E dyta, besoj që është shumë e rëndësishme dhe iniciativa tilla të dimë se ku jemi dhe ku çfarë jemi. Në qoftë se marrim për brendin se dikush na ka ofruar diçka dhe nuk bëjmë analizë tonë, nuk kërkojmë mençuri. Mirës kërkon të kundërt me sa. Edhe besoj që do të ishte shumë e vlefshme nderuar zoti Rama që kur flasim për gjëra të tilla, kemi një diskutim pak më të gjerë dhe më substancial, sepse çështjet e sigurisë nuk janë çështje tuaja personale. Janë çështje që janë interesin kombëtar dhe më tej se kaq interesin kombëtar. Ky është shqetësimi, mund të jetë tërësisht irelevant, por tash ka një analizë në raport me këtë çështje. Nëse të tjerë i kanë bërë analizat, i kanë bërë në mbështetjen e tyre. Ne si shqiptarë ka konsiderojmë të mbështetjen tonë. Dhe besoj që është normale për një kuban që ta shohë në këtë mbështetje, nuk shikoj asnjë gjë të tepër në atë që nuk dash. Për sa i përket pasaj
lidhjes me shpresë të tjerë, e kam pasur dhe kam kënaqësi që të bëj çdo gjë që është e mirë dhe të mundshme për vendin tim në çdo raport ndërkombëtar apo edhe politik brenda dhe jashtë. Të dashur qytetarë dhe qytetare. Kjo seancë sot në vend se të dëshmoj atë që duhet të dëshmoj qëllimin tonë lojar në çështjet e sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësimin tonë maksimal për njërë nga paqat më të vështira në historinë e paqes, siç ishte paqja e Mankushit, ndërprerjen fizike në Gaza, figurat metaforike Paloshi i Velindës i jep kësaj seance nuanca të lukët i ka thënë Belinda, jo unë Palosh, sepse shkruja për të pyetur ty tani pyetje. Gracias.